Ka momente kur gjithçka duket e mbyndur. Dyer që nuk hapen, përgjigje që nuk vinë, heshtje që zgjat më shumë se ç'duhet. Dhe ti fillon të pyesësh veten: apo bën Zoti diçka, apo gjithçka ka ndalur? Por e vërteta është kjo: para se Zoti të hap një derë të madhe, ai jep shenja. Jo gjithmonë të zhurmshme, jo gjithmonë të dukshme për të gjithë. Por nëse i kushton vëmendje, do t'i dallosh. Sot do të zbulojmë 7 shenja që Zoti po hap derën për mrekullinë tënde. Dhe ndoshta, disa prej tyre po ndodhin tani në jetën tënde. Një nga shenjat e para që Zoti po hap një derë të re, është ndryshimi brenda teje. Papritur, gjërat që dikur të mjaftonin, nuk të kënaqin më. Ndjen sikur je rritur, sikur mendësia jote po ndryshon, sikur diçka brenda teje po të shtyn përpara. Nuk është rastësi. Kur Zoti përgatit një mrekulli, ai fillon duke përgatitur personin që do ta mbajë atë. Sepse dera që po hapet kërkon një version më të fortë, më të pjekur, më të qartë tëndin. Nëse ndihesh ndryshe kohët e fundit, kjo mund të jetë shenja e parë. Një tjetër shenjë fuqishme është kur disa dyer mbyllen papritur. Plane që nuk funksionojnë, mundësi që zhduken, njerëz që largohen. Dhe ti mendon se është humbje. Por çfarë nëse është mbrojtje? Shpesh, para se Zoti të hap derën e duhur, ai mbyll ato që do të çonin në drejtimin e gabuar. Sepse mrekullia nuk vjen rastësisht. Ajo kërkon rrugë të pastër. Nëse diçka u mbyll kohët e fundit, mos u frikëso. Ndoshta është thjesht përgatitja për një derë më të madhe. Një nga shenjat më të thella është kur ndjen paqe, edhe pse situata nuk ka ndryshuar ende. Rrethanat mund të jenë të njëjta, pritja vazhdon, përgjigja nuk ka ardhur. Por brenda teje ka një qetësi të re, një siguri që nuk vjen nga logjika, një ndjenjë që të thotë diçka po vjen. Kjo paqe nuk është iluzion, është konfirmim. Sepse kur Zoti është gati të hapi derën, ai shpesh dërgon paqen para mrekullisë. Nëse po e ndjen këtë qetësi të çuditshme, kjo mund të jetë shenja e tretë. Një tjetër shenjë e fortë është kur gjërat fillojnë të lëvizin në mënyrë të padukshme. Takime të rastësishme, ide që lindin papritur, situata që ndryshojnë lehtë, pothuajse pa u vënë re. Nuk duket si mrekulli, por është rregullim. Kur Zoti hap një derë, ai fillimisht rregullon skenën. Ai vendos njerëz që dohun në vendin e duhur. Ai zhvendos pengesat pa bërë zhurmë. Ai përgatit kohën e saktë. Nëse po sheh lëvizje të vogla rreth teje, mos i nënvlerëso. Kjo mund të jetë shenja e katërt. Një shenjë tjetër që Zoti po hap derën për mrekullinë tënde është kur sfidat rriten. Papritur, ndihesh i testuar, presioni duket më i madh, disa situata kërkojnë më shumë forcë nga ti, dhe ti pyet veten, pse tani? Sepse forca që po ndërtohet në ty është për atë që po vjen. Mrekullitë e mëdha kërkojnë karakter të fortë. Zoti nuk të sprovon për të thyer, ai të forcon për të ngritur. Nëse po kalon përmes presionit, kjo mund të jetë shenja e pestë. Një shenjë shumë e fortë është kur lind brenda teje një dëshirë e re, një ëndër që nuk të lë të qetë, një ide që vazhdon të kthehet, një vizion që nuk zhduket, edhe kur përpiqesh ta injorosh. Nuk është thjesht ambicion, është drejtim. Sepse para se Zoti të hap një derë, ai vendos vizionin në zemrën tënde. Ai të bën të shohësh diçka para se ta prekësh. Nëse ka diçka që po të thret vazhdimisht, kjo mund të jetë shenja e 6. Shenja e 7 është kur e kupton se nuk mund të qëndrosh më aty ku je. Edhe nëse ke frikë, edhe nëse nuk i sheh të gjitha detajet, edhe nëse dera nuk është hapur plotësisht. Brenda teje ka një shtytje të qartë, si një forcë që të thotë, është koha. Nuk është presion nga jashtë, është thirrje nga brenda. Sepse kur Zoti hap derën për mrekullinë tënde, ai nuk të lejon të qëndrosh në vendin e vjepër.
ai të shtyn drejt hapit të ri. Dhe nëse ndihesh gati për të ecur përpara, edhe me pak frikë, kjo është shenja e 7. Dera nuk është më thjesht duke u përgatitur, ajo po hapet. Edhe pas hapit të parë, ndonjëherë ndjenja tërheqjeje vazhdon të udhëheq. Është si një thirrje brenda teje që nuk mund ta injorosh. Ide dhe intuita që duken të vogla, por po të shtyn drejt vendimeve të mëdha. Zoti po lëviz në heshtje. Gjërat që duken të rastësishme janë pjesë e rrugës së mrekullisë tënde. Nëse e ndjen këtë thirrje të brendshme, është shenja e 8. Ajo të drejton drejt asaj që Zoti po përgatit. Mos hezito, ndiq të brendshmen, sepse çdo hap i vogël po të afron tek dera që po hapet. Papritmas ndjen një rritje të energjisë brenda dhe rreth teje. Gjithçka duket më e gjallë. Ngjyrat, njerëzit, mundësitë, gjithçka duket sikur lëviz me ritëm të ri. Zoti po përgatit momentin përfundimtar. Ai po vendos gjithçka në vendin e duhur për mrekullinë që po vjen. Nëse ndjen këtë energji që rritet, është shenja e 9. Çdo gjë po afrohet drejt hapjes së derës. Tani nuk ka kthim pas, vetëm besim dhe hap i guximshëm përpara. Tani ka ardhur momenti. Drita e artë dhe e fuqishme shpërthen përpara teje. Papritmas, çdo presion, çdo pritje, çdo sfidë ka kuptim. Zoti ka hapur derën për mrekullinë tënde. Çdo hap që ke bërë, çdo frikë që ke kapërcyer, të ka sjell këtu. Nëse ndjen këtë energji, këtë gëzim të brendshëm, është shenja e 10. Mrekullia është e jotja. Mos qëndro në vend, ec përpara me besim, sepse ajo që po të pret është më e madhe se çdo ëndër që ke pasur. Tani që dera është hapur, ndjen fuqinë e ndryshimit brenda teje. Çdo hap që bën ndihet më i lehtë. Çdo frym është më e qetë. Çdo ide duket e drejtë. Por më e rëndësishmja, tani kupton se Zoti nuk të ka lënë kurrë vetëm. Çdo sfidë, çdo pritje, çdo ndalesë kishte një qëllim, të përgatitje për këtë moment. Kjo është shenja që çdo gjë po rrjedh në favorin tënd. Mrekullia po ndodh dhe ti je pjesë e saj. Nëse e ngjeve këtë energji dhe këto shenja, mos e injoro. Shkruaj në komente: unë jam gati për mrekullinë time. Ndaje këtë video me dikë që ka nevojë për shpresë dhe besim sot. Sepse ndonjëherë dera hapet plotësisht vetëm kur guxojmë të ecim drejt saj. Besimi yt mund të jetë hapi i parë drejt asaj që Zoti ka përgatitur për ty.